Nëse një person është i paaft për të kryer çdo lloj veprimtarie ekonomike dhe ka gjymtime të forta fizike, duke përfshirë verbimin, ka të drejtë të marrë pension invaliditeti. Ky pension merret i plot kur është plotësuar periudha minimale e sigurimit. Ndërkohë, një tjetër kusht për të përfituar është kur personi ka humbur plotësisht aftësinë për punë, jo për shkak të aksidentit në punë apo sëmundjes profesionale. E drejta për të përfituar pension invaliditeti të plot fillon pas mbarimit të periudhës 6 mujore të trajtimit me raport mjekësor për pa aftësi të përkohshme në punë. Vlerësimi që duhet të bëhet në muajin e 5 ose të 6 para përfundimit të kësaj periudhe. Ndërkohë, kur përfituesi i një pensioni të plotë të invaliditetit bëhet i paaft dhe ka nevojë për një kujdestar, i jepet edhe një pagesë shtesë prej 15% të bazës së vlerësueshme. Përveç kësaj shtese në pension, invalidi përfitonte edhe kur ka fëmijë, minoren, ngarkime apo majoren deri në 25 vjeç që vazhdojnë studime të larta. Kështu ligji parashikon qartë edhe masat minimale dhe maksimale të përfitimit të pensionit të invaliditetit dhe kategorive përfituese, duke qartësuar me VKM të veçantë çdo masë pensioni për secilën kategori me aftësi të kufizuar.